Ish sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës Thorbjørn Jagland, i njohur për deklaratat e tij të ashpra kundër Kosovës, është përfshirë së fundmi edhe në dokumentet e publikuara që lidhen me financierin e dënuar për krime seksuale Jeffrey Epstein. Në vitin 2004, Jagland kishte deklaruar se mafia kishte marrë në kontroll një pjesë të madhe të qeverisë së Kosovës, duke thënë se Kosova prodhon pak gjëra të tjera përveç krimit, kur dihet se Afganistani prodhon 75% të opiumit në botë dhe se pjesa më e madhe e tij kalon përmes Kosovës, ka arsye serioze për të dhënë alarmin, kishte deklaruar ai. Në vitin 2010, Jagland kishte kërkuar një hetim më të thellë lidhur me akuzat se kryeministri i atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi ishte i përfshirë ndër të tjera edhe në trafikim të palishëm të organeve. Duke u mbështetur në raportin e përgatitur nga Dick Marty, ai kishte deklaruar se këto akuza nuk mund të mbesnin pa përgjigje. I kam lexuar akuzat për trajtimin njerëzor të njerëzve dhe trafikimin e palishëm të organeve njerëzore në Kosovë. Raporti përmban shumë akuza serioze dhe kam frikë nga pasojat që mund të sjellë, kishte thënë Jagland, duke nxjerrë Kosovën. Ndërkohë, emri i tij është përmendur në dokumentet e lidhura me Jeffrey Epstein, ku në një shkëmbim emailësh të publikuara, del se ai dhe familja e tij kishin plane për një udhëtim në ishullin privat të Epstein, pranë Virgin Islands, në detin Karaibe, 6 vjet pasi Epstein ishte dënuar për tentim të blerjes së shërbimeve seksuale nga të miturit. Emailet zbulojnë detajet e planifikimit të udhëtimit, mënyrën e transportit dhe personat që do t'i prisnin Jagland dhe familjen e tij pas mbaritjes në ishull, ku dyshohet se ka ndodhur shumë nga abuzimet seksuale për të cilat Epstein u akuzua më vonë. Megjithatë, në një email të datës 11 prill, njëra nga bashkëpunëtorët e Epsteinit njofton se udhëtimi ishte anuluar. Në përgjigjen e tij, Jagland, i cili në atë kohë ishte sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, kishte shkruar se nuk mund të udhëtonte për shkak të aneksimit të Krimes nga Rusia. Jagland kishte vizituar edhe Shqipërinë në maj të vitit 2012, ku kishte zhvilluar takime me krerët e lartë të shtetit. Sipas dokumenteve, gjatë asaj vizite, ai kishte vënë re edhe një tjetër detaj, për të cilin një ditë më vonë kishte komunikuar me Jeffrey Epsteinin përmes emailit, duke i njoftuar se kishte qenë në Shqipëri. Në dokumentin që mban datën 25 maj 2012, Jagland shkruan: Jeffrey, jo, nuk kam telefonuar ende, kam qenë në Tiranë, në Shqipëri, kishte vajza të mrekullueshme atje. Në bazë të dokumenteve të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë në SBA, derse komunikimi i Thorbjørn Jagland me Epsteinin ishte i vazhdueshëm.